Ish-gjyqtarja e Elbasanit, Pajtime Fetahu, do të qëndrojë në burg ndërsa SPAK do të vijojë hetime ndaj saj si e përfshirë në dosjen e grupit të Suel Çelës dhe të Çopjas. GKK ka refuzuar këtë të marrë kërkesën e saj për një masë më të lehtë sigurie që e kishte argumentuar me shkaqe shëndetësore. Argumentet e paraqitura prej mbrojtësve duket se nuk kanë bindur trupën. Fetahu arrestua më 24 nëntor të vitit të shkuar pas një operacioni të zhvilluar në Elbasan. Fillimisht ndaj saj u vendos masa arrestit në shtëpi, por më tej SPAK kërkoi në gjykatë dhe mori mbështetjen për arrest në burg. Fetahu akuzohet për korrupsion, ndërsa ka dhënë dorëheqje nga sistemi në nëntor të vitit 2022, pak ditë para se t'i nënshtrohej vettingut. Emri i gjyqtares doli nga bisedat në Sky ECC, ku bisedonte për të favorizuar grupin e Suel Çelës dhe Çopjat, ndërsa dyshohet se ajo ka dhënë edhe informacion sekret organizatave të palishme, ndaj të cilave rëndojnë akuza për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike, vrasje dhe pastrim të parave. Tashmë, si për grupin Çela dhe për Çopjat, SPAK me vulën e GKK-s ka vendosur edhe sekuestrimin e pronave.